e kemi thonë shumë herë, ne kemi pas pakënaqësi tona, të cilat i kemi shpreh nëpërmes të demonstratave, nëpërmes të protestave, nëpërmes të pakënaqësive tona në forma të ndryshme. Mirë, po megjithatë është një proces që po zgjat tash 6 vite, është në fund ky proces, kjo dramë, e cila është e pamerituar për Ushtrinë Shërimtare të Kosovës, për luftën tonë dhe për krerët e Ushtrisë Shërimtare të Kosovës. Ne tani jemi duke pritur verdiktin e asaj gjykate, i cili mendojmë se duhet të jetë verdikt lirues për krerët e Ushtrisë Shërimtare të Kosovës, sepse ata janë pafajshëm, sepse kanë bërë vetëm luftën e drejtë për çlirimin e vendit të vet. Prandaj çdo vendim tjetër është ndesh me drejtësi ndërkombëtare, është ndesh me luftën tonë çlirimtare dhe është në kundërshtim me aspiratat e popullit tonë që të jenë pjesë e Evropës së lirë. Unë mendoj se nuk është mjaftueshëm kurrë të bëhet për ata njerëz përderisa janë në Hag. Unë jam i bindur se shteti ynë ka mundur të bëjë edhe shumë më shumë, siç jemi angazhuar ne si organizatë veteranëve, që kemi luajtur rolin edhe të diplomatëve, duke u takuar me ambasador të vendeve mike që janë vendin tonë, duke dërguar letra dhe kërkesa në Parlamentin Evropian, duke u dërguar kërkesë të gjithë anëtarëve të Parlamentit Evropian që të merren me këtë çështje, që të merren me mbikëqyrjen ose të merren thjesht me atë gjykatë e cila për ne është e padrejtë, më tepër është politike se sa që do të ndajë drejtësi, por megjithatë jam i bindur që trupi gjykues nuk do të bie prej e atyre akuzave që janë të fabrikuar nga Moska dhe Beogradi dhe nga disa shqiptarë të cilët për qëllimet tyre, qoftë përfitimeve të tyre personale ose qëllimeve që kanë ndaj krerëve të Ushtrisë Shërimtare të Kosovës ndaj luftës tonë, sepse ju është prishur rahatia, sepse kanë pasur ndoshta pozita të mira në kohën e pushtimit, sa ka qenë në Serbi. Prandaj jemi të bindur që gjykata nuk do të bijë prej e këtyre mashtrimeve, prej e këtyre akuzave pa baza, por do të merret vendim të duhur duke u bazuar edhe në dëshmitë që kanë dhënë shumë përfaqësues të shtetit amerikan, të cilët kanë qenë protagonistë të ngjarjeve dhe të cilët e kanë thënë të vërtetën mbi bashkëpunimin e Ushtrisë Shërimtare të Kosovës me botën demokratike dhe me NATO-n për të arritur fitoria, liria e popullit tonë, të cilën e gëzojnë të gjithë. Po veteranët që nga pas lufta janë përballur me sfida nga më të ndryshme, duke përfshirë sfidat shëndetësore, duke përfshirë po ashtu sfidat ekonomike të mbijetesës. Ata pas luftën një pjesë e madhe kanë pas edhe familje, domthonë vetë ngushtë, fëmijë edhe para lufte, por pjesa tjetër janë martuar, kanë kriju familje dhe normal që janë përballë me sfida të ndryshme, sidomos të natyrës ekonomike. Kështu që shteti nuk ka bërë mjaftueshëm, duke pas parasysh se veteranët sot e gëzojnë një përkrahje ta quaj ashtu ndihmë sociale, ku në një fazë caktuar parlamenti ynë në bashkëpunim me listën serbe ka votuar që as në pagën minimale mos t'jenë paga ose përkrahja për veteranët dhe të hiqet, të largohet nga ajo pagë minimale ku tash veç është 500 euro, ndërsa përkrahja për veteranën e luftës është 204 euro. Prandaj kjo normal se janë duke u ballafaquar me sfida nga më ndryshmet. Po mas pari ka qenë dashur zbatohet ligji, që të paktën ai ligj, edhe pse për neve ka qenë jo dinitoz, sepse veterani ose përkraja ti nuk duhet të jetë në pagën minimale, po të paktën pagën mesatare. Por megjithatë, edhe ajo që ka qenë garantuar me ligj është bërë një ligj tjetër dhe është hiq nga ajo pagë minimale. Kërkesat tona ne veç ju dini që nuk ka parlament, nuk ka institucione valide, nuk ka institucione tamam të gjithë janë ushtrues detyre, që nga ushtruesa detyrës e presidentes e deri i fundit, ne veç
legjislaturës kaluar e cila u shpërnda, ne ja kemi drejtuar kërkesat tona, të cilat janë bazike për veteranët. Një prej kërkesave tona ka qenë miratimi sa më shpejt i ligjit për vlerat e luftës. Ju jeni dëshmitar të fyerjeve, sharjeve dhe të atyre shprehjeve të shfrenuara të disa njerëzve të smur psiqik dhe të disponuar armiqësisht ndaj vendit tonë, ndaj shtetit tonë, ndaj popullit tonë, sepse ndryshe nuk mund t'i konceptojmë ata njerëz të cilët e fyen luftën në ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe protagonistët e saj që janë ushtarë të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Prandaj, miratimi një ligjit të tillë do ta ndalonte këtë fyrje, këtë maskaradë që bëhet qoftë në rrjetet sociale, qoftë në media, qoftë në publik. Prandaj, kërkesa numër 1 është ajo, dhe kërkesa tjetër ka qenë që kemi dorëzuar parlamentit, por që tani më është jo funksional, është që paga e veteranit urgjentisht të kthehet të paktën në nivelin që ka qenë e lidhur me pagën minimale në Kosovë.